Atëherë përshëndetje, quhem Elva Kryeziu, mësuese e lëndës histori për klasat e 5-ta. Atëherë nxënës së radhën e kaluar, ne shpjeguam disa prej monumenteve kulturore të qytetërimeve botërore, pra të botës antike dhe atyre të popujve të Mesdheut. Ato i listuam dhe i renditëm sipas qytetërimeve. Shtrojmë pyetjen: po në fusha të tjera, a kanë lënë gjurmë këto qytetërime? Sigurisht që po. Atëherë përderisa ishin qytetërimet më të vjetra në botë, përveç monumenteve kulturore, ato kanë lënë gjurmë edhe në shkencë dhe në disiplinat shoqërore. Për sa i përket arritjeve në shkencë në këto qytetërime, ne vëmë re që shoqëritë antike filluan të vëzhgojnë natyrën, diellin, yjet, hënën, sidomos popujt si sumerët dhe egjiptianët. Dal nga dal, kështu u krijuan dijet e para për astronominë. Egjiptianët dallohen për kalendarin e parë diellor, sepse filluan ndër të parët të vëzhgonin diellin, hënën dhe yjet dhe sipas vëzhgimeve që bënin, përcaktonin kohën e mbjelljeve dhe korrjeve. Po të kalojmë te qytetërimet e popujve të Mesdheut, grekët antik ishin të parët që shpjeguan në mënyrë shkencore dukuritë natyrore, si rufen, tërmetet, dhe disa prej figurave më të shquara të Greqisë së lashtë ishin Talesi, baba i shkencës, matematikan, Pitagora e të tjerë. Por shtrojmë përsëri pyetjen: po në fushat ose disiplinat shoqërore, a patën arritje këto qytetërime të lindjes së lashtë dhe ato të Mesdheut? Patjetër që po. Atëherë, një prej shpikjeve më të rëndësishme në shkencat shoqërore për qytetërimet antike ka qenë shpikja e shkrimit. Do thoni ju pse është e rëndësishme? Atëherë, nëpërmjet shkrimit, njerëzit lindnin si nevojë që të masnin, që të linin të dhëna, që të saktësonin pronat e tyre nëpërmjet matjes, sasinë e parave. Pra, çdo gjë duhej lënë nëpërmjet shkrimit, duhej dokumentuar. Pra, shkrimi ishte shpikje shumë e rëndësishme. Sipas të dhënave arkeologjike, është dëshmuar se popujt kanë lënë shkrime të ndryshme nëpërmjet shenjave, simboleve. Shkrimet më të rëndësishme të popujve të lindjes së lashtë kanë qenë ai i sumerëve, kuneiformi, dhe hieroglifiku i egjiptianëve. Shkrim me shkronja për herë të parë nga popujt e lindjes së lashtë, por që i takon popujve të Mesdheut, kanë lënë të parët fenikasit. Fenikasit, sa për kuriozitet, kanë qenë popuj ku qytetërimi i sotshëm i Fenikisë së dikurshme është Libani i sotshëm. Më të detajuara për këto popuj do flasim në klasën e 6. Për sa i përket disiplinave të tjera shoqërore, popujt antik kanë qenë të aftë të shkruajnë edhe historinë. Pra, shkenca e historisë dhe e filozofisë kanë qenë dy degët të tjera të disiplinës shoqërore në popujt e lindjes së lashtë. Përmendim këtu disa prej historianëve më të vjetër të botës antike, Herodotin e Greqisë antike, Tukididin, të cilët kanë qenë quajtur, sidomos Herodoti është quajtur dhe babai i historisë. Për sa i përket filozofisë, nga vetë emri, kur filozofi do të thotë njerëz që merren me mendimet e ndritura, pra mendimtar, njerëz që mendojnë më tepër. Një degë e rëndësishme, pra edhe kjo e disiplinës shoqërore. Për sa i përket disa prej emrave më të njohur
në fushën e filozofisë, po ashtu është i njëjti qytetërim ai i Greqisë lashtë i cili përfaqësohet me Sokratin e Greqisë antike. Për detyrë shtëpie. Atëherë, detyrë shtëpie nxënës, unë do ju kërkoja të pyesni më të rriturit për disa prej mësimeve që kanë dhënë Herodoti dhe Tukitidi për historinë e lashtë greke. Faleminderit.